moshatare, zanje në borde e paskeruvet, që shpreje që do bashe Do ta lidhja këtë me edhe qëndresën për kaq kohë të televizionit edhe përballë këtyre gjërave që ju përmendet, me faktin që ju keni punuar në Shqipëri në shërbimin e sigurimit të ushtrisë. Domethënë duke u marrë me agjenturat e huaja, a ju ka ndihmuar kjo në mbijetesën 25 vjeçare të televizorit? Shumë. Ju keni qenë vetë prezent, zoti Rafael, kur agjensitë tjera kanë munduar, kanë tentuar që të depërtojnë në televizion. A është sakt kjo? Është sakt, personat pa njohur, gra vajza bukuroshe. Nuk hapim shumë hollësira, do më falësh, por profesioni që kam pasur, edhe pse në botën shqiptare lakohet për keq, në total sigurimi, unë vetë ndjemi respektuar e nderuar, e shumë krenar për atë punë që kam bërë, edhe po të njepet prap mundësia, do t'i shërbej kombit tonë në ato fusha, si që shërbej sot në media, dhe mendoj që nuk është e hishme, nuk është demokratike të mendosh për një person pse ka qenë në sigurim dhe ta mendosh negativ. Pastaj, duke parë kontributin e tia në këtej është gjë tjetër, por nuk mund të ta paragjykosh. Edhe kjo ndodh vetëm në botën shqiptare, në njerëzit që janë me vizion të ngushtë, që janë ka shumë shpesh njerëz që quhen demokrat, por kanë elemente komuniste 80% të botës tyre. I kanë ato. Unë kur ra fjala për çështjen komunitare shqiptare, për çështjen e ndërtimit të programeve, do të sjell një emision që unë vetë e kam sjell, e kam marrë idenë. Është emisioni Dhimbje, Lot dhe Shpresë, që është kushtuar shtresave të përndjekura që ka bërë regjimi komunist në Shqipëri. Kush më tha mua bëj këtë? Vetë e kam bërë. Edhe janë mbi 600 e ca persona që kanë sjellë rrëfimet e tyre, janë rënqetëse. Janë shumë të këqija që ka përdorur regjimi komunist. Një vuajtje e pa imagjinueshme, por është një vlerë e madhe, historike, për brezat që vinë, që të mësojnë që diktaturat, të mësojnë që hakmarrjet, të mësojnë që vrasjet, persekutimet janë shumë të këqija, nuk janë njerëzore. Dhe në këto kushte, Rafael, neve si televizion kemi kufizime ekonomike, nuk kemi si që janë tjerë, ne nuk kemi biznese, ne nuk kemi gjëra të tjera, mundësira të tjera për të bërë. Por aman, kur flasim për sigurimin, flasim për të përndjekurit, e kur flasim për më përpara, dhe kur flasim për sot, janë dy gjëra të ndryshme. Pra, e kaluara, është një kaluara e hidhur, të gjithë e kanë lënë pas, dhe asnjë i përndjekur politik nuk ka ngritur kur një problem për televizionin shqiptare të Amerikës. Përkundrazi, 70% të personave që sponsorizojnë televizionin shqiptare të Amerikës janë nga shtresat e përndjekurve. Pse janë të paditur ata, janë të pamençur ata, janë mediokër ata, e ja u hedhim neve? Jo, ata janë nacionalistë, janë kombëtarë shqiptarë, dhe ata i shikojnë punën e që bën televizori. Do të cilë një shembull, Domanton Qira shkon dikush dhe rrëfehet me kishën Shëmpalit. Mbaron rrëfimin dhe po e shikonte priftin prapë kështu. I thot ai se ç'keti thon mua. Po i thot kam një gjë me ty personale. Po më thuaj. Pse rriti Domanton me nga nivelin, ai është komunist. E Domantoni e shikon atë, e i thot, e shikon televizorin e shqiptarëve të Amerikës? Po e shikoj për natë, thot. E shikoj për ditë. Të pëlqen i thot? Po i thot. E ai është nga nivela i thot. Se nuk po flas shumë për veten time, po meqense ma bëre pyetjen, puna që un kam bërë në atë sektor në vitet e mëparshme, më ka ndihmuar për marrëdhëniet komunitare, më ka ndihmuar për çështjet gazetareske, pasi neve un kam bërë shkollën e mjedisit brendshme, kam ndërtuar, e di si ndërtohet informacioni, e di si ndërtojnë pyetjet, sepse ishte profesioni i tillë. Por këto janë tërësisht të vena
në botën, në stilin e Nën Terezës. Kurrë s'kam bërë pyetje vetë, as ty s'kam lejuar, as të tjerë gazetarë të bëjmë pyetje suggestionuese ose pyetje që e vën të ftuarin në pozitë të vështirë. A është e vërtetë kjo? Po. Tani, unë dua të falenderoj për diçka që ne kishim dëgjuar nga bisedat me ty, po në përgjithësi, por jo aq të detajuar. Sa dokumentari i televizionit të Korçës, Rregull në kaos, që analizon veprimtarinë tuaj në periudhën më të vështirë të vitet 97 në Shqipëri, qëndrimin dinjitos që keni mbajtur për ruajtjen e qytetërimit edhe për ruajtjen e demokracisë në qytetin e Korçës. Është një përkushtim që qyteti juaj ju ka bërë ju dhe kjo tregon më shumë edhe për karakterin tuaj. Unë dua të falenderoj producentin që është TV Korça, dua të falenderoj drejtorin e saj, pasi është treguar shumë korrekt në marrëdhënie me ndërtimin e dokumentarit, zotin Sadushi. Dua të falenderoj zotin Saro, që është edhe autori i tekstit dhe narratori i dokumentarit, dhe i falenderoj pasi morën një iniciativë të cilën ishte vite me kishim lënë heshtje, bashkë kishim folur vazhdimisht zoti Rafael që të bënim një emision të tillë, se unë kisha kujtime të cilat ishin në periudha të vështira dhe shumë të rënda për veten time dhe për familjen, për shoqërinë në Korçë, siç ndodhi, siç tregon vetë dokumentari. Por duhet të them një diçka, që dokumentarët kanë rolin e tyre pozitiv. Mu më kanë ardhur shumë bashkëdhetar në studio, më kanë uruar mbasi kanë parë dokumentarin, shumë nga ata janë çuditur, thotë nuk kemi ditur kështu, të kemi ditur ndryshe, edhe për këtë do t'i falenderoj për reflektimin e tyre, po nga ana tjetër, duhet t'ju them që çdo njeri ka një mundësi mini dokumentar, një film dokumentar për ta bërë për jetën e vet, edhe veçanërisht ata që kanë kontribute të cilësuara, duhet ta realizoni, ta dokumentoni, sepse janë pjesë historike që i vlejnë shoqërisë për të ardhmen. Edhe unë të falenderoj që më kujtove këtë dokumentarin, pasi para se ta bënin në fillim fare s'desha, pastaj e pranova, pastaj kur e pash veten time, është një gjë e pa menduar, është një pra sjell në botën shpirtërore një ngazërim, sjell edhe vullnet për të punuar për të ardhmen. Të ndalemi tek e ardhmja tashti. Sot ne kemi bërë një hap përpara në teknologji, qysh nga prodhimi 4K deri tek platformat OTT, transmetimet me lightcast edhe brenda televizorëve tuaj, si nga televizorëve Roku, Samsung, LG e të tjera. Si e mbani këtë ritëm të zhvillimit teknologjik, se teknologjia zhvillohet çdo ditë? Po shiko tani, krahas problemit gazetaresk që juve bëni në televizionin shqiptar të Amerikës, juve bashkë me punonjësit e tjerë jeni edhe menaxhues shpesh edhe kontribues për të gjetur këto ekuimentet e reja që i përshtaten kohës bashkëkohore. Asnjëherë unë s'ju kam thënë jo juve për t'i blerë këto. Kemi marrë ndihma, kemi vend të ardhurat tona, pra kemi vend diçka vetë, kemi kërkuar dhe ndihmë dhe kemi bërë dhe jemi zhvilluar në mënyrë që nëse nuk do t'i përshtatesh zhvillimit bashkëkohor, ngelesh mbrapa dhe detyrimisht do të kesh shikueshmëri edhe del out. Jashtë loja, aq më tepër me konkurrencën që bëjnë mediat sociale. Si po veproni me mediat sociale aktualisht? Tani, mediat sociale neve i kemi në nivelin e dur. Tani, mediat sociale kemi investuar më shumë se sa më përpara. Për mediat sociale janë në nivelin e dur, janë 8.800.000, pra në përgjithësi janë shikimet për një muaj, është gjë e madhe, gjë e mirë. Kjo më përpara i kishim më të ulta. Kemi vizion që çdo
sektor, pra qoftë Facebookun, qoftë Twitter, qoftë TikTokun, apo Instagramin, të gjitha këto të jenë pjesë, por do të kenë politikën që ka televizioni. Pra ne nuk do të jemi njerëz do të shesim aty pamjet, klikimet, nuk rrojmë me klikime, nuk do të kërkojmë që të jetojmë me klikime. Ne do të shpërndajmë gjithmonë vlera pozitive komunitare, shqiptare, kudo ku jemi. Shpesh ne bashkë kemi kaluar edhe ne të pagjumë këtu në televizor për një punë apo për një tjetër. A mund të ndani me ne ose me teleshikusit një moment të veçantë që mbani mend specifik për angazhimin në punë deri vonë, sepse ju thatë që televizioni rezultati është puna. Shumë pak njerëz, do thosha shumë pak ose as pak njerëz nuk e dinë se sa vështirë është të bësh televizion. Dhe të bësh televizion në emigracion është një lloj sikur, e kam thënë vazhdimisht, sikur të mbjellësh një barshën portokale në majt malit ku bie të borë. Edhe çadër po të vendosh atje, edhe ser prap ngrin. Kështu është televizioni në diasporë. Por pse ka ardhur kjo? I vetmi çelës që ka ardhur është sepse ne e kemi vetë personalisht. Ja u kam indikuar edhe juve, e kam ndikuar pozitivisht sepse keni arritur edhe juve që ne të jemi shërbëtor të komunitetit. Pra jo gazetar që mban një çantë ose mban një mikrofon edhe të dukesh para të ftuarit ose para audiencës sikur je një person që ke një autoritet e vret e pret, por sikur je një pseshaxhi që do të fshish ambientin për ta pastruar. Ashtu jemi neve në fushën mediatike. Vetëm puna si shërbëtor mendoj se është thelbi i gjithë këtij suksesi.